25 raporte tematike të Agjencisë së Statistikave që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë nuk janë publikuar as pas gati 6 muajsh, prej që janë shpallur rezultatet finale. Demografi Sami Behrami thot se target kryesor për ASK-n janë karakteristikat demografike, mirë po këto raporte sipas tij duhej të publikoheshin më parë. Me që regjistrimi i popullsisë i vitit 2024 për dallim prej regjistrimeve të tjera është realizuar me tablet, atëherë nuk ka arsye për shtyrje të publikimeve, me që të dhënat janë nga regjistruesi dhe kanë kaluar menjëherë në platformën digjitale. Kështu që mundësia e publikimit të këtyre të dhënave është shumë më e madhe dhe shumë më e shpejtë, pra nuk ka arsye për shtyrje të publikimeve. Por menaxheri i regjistrimit të popullsisë në ASK Ylli Shala thotë se të dhënat e siguruara kërkojnë kohë për përpunim. ASK-ja gjatë këtij viti ka planifikuar të publikojë dikon 25 raporte tematike, për cilat është duke punuar intensivisht, sepse databaza e regjistrimit të popullsisë ka qenë një databazë me shumë informacione, me shumë dhëna brenda sajna, të cilat kanë pas nevojë për pastrim, për klasifikim, kodifikim disa aktiviteteve dhe njëkohësisht është duke punuar në publikimin e këtyre raporteve. Shala thot se deri në fund të muajit qershor do të publikohen një numër raportesh tematike përfshirë ato që kanë të bëjnë me dëmet e luftës. Tash jem të punu këto raportet me më shumë detaje, për shembull i kem mesin e tyne edhe dëmet e luftës, por kemi edhe dhona rreth banesave, ndërtesave, këto demografia. Agjencia e Statistikave dhjetorin e vitit të kaluar ka publikuar rezultatet përfundimtare të regjistrimit, sipas të cilave Kosova ka 1.6 milion banor rezident, bazuar në to janë rreth 150.000 banor rezident, më pak krahasuar me regjistrimin e vitit 2011. Kur janë publikuar rezultatet, janë bërë të ditura edhe disa informacione në lidhje me dëmet e luftës. Bazuar në shifrat që ka dhënë drejtori i ASK-s Avni Kastrati, janë vrarë 11.417 persona, ndërkaq janë zhdukur me forcë 1.047, janë plagosur 6.682 persona, kurse janë burgosur 3.312. Sipas tij, shifra alarmante janë ato në kategori tjera, ku përfshihen dhuna, tortura, pasojat psikologjike, e viktimat të cilave krime janë deklaruar 193.765 persona.